Atëherë këto protesta Dhe kaq të shpeshta njëkohësisht, se duhet ta themi dhe këtë, që kanë qenë të shpeshta. E vërtet. Dhe qëndrimi i ri ndërkombëtar, se kemi një qëndrim të ri ndërkombëtar të muajve i Shteteve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian, të cilët ose kanë qenë deri para një viti e pak Shtetet e Bashkuara ishin në mbrojtje dhe mbështetje të kësaj administrate që kemi, të Edi Ramës, për ta bërë sultan, tashmë ka një ndryshim 180 gradë, ku lufta kundër drogës është synimi kryesor, dhe kjo është mbajtur me qëndrime shumë të forta, duke mos përshëndetur qeverinë për zgjedhjet, ndryshe nga Kosova dhe vende tjera, ku përgëzohet kryeministri fitues, se nuk pati asnjë përgëzim për zotin Rama, ku në urimin për pavarësinë u përfshi lufta kundër karteleve të drogës. Krimi organizuar shqiptar është i lidhur me kartelet e drogës së Amerikës Latine, thuhet në qëndrimin e ambasadës amerikane të parë një muaj, dhe me qëndrimin e Bashkimit Evropian, që është një qëndrim tërësisht i ri, ku procesi i integrimit për fatin e keq është pezulluar. Raporti që bën vlerësimin e kushteve të ndërmjetme për të parë ecurinë e Shqipërisë nuk është miratuar dhe një nga kushtet kryesore ka qenë dhe votimi për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Balluku. Por nuk është vetëm kjo, këto janë kushte që lidhen me atë që është shporta e parë, çështjet themelore ku përfshihet demokracia, drejtësia, të drejtat e njerëzit, lufta kundër krimit dhe korrupsionit dhe administrata publike. Këto janë çështjet themelore që Bashkimi Evropian i hap të parat dhe nuk i mbyll derisa të mbyllen negociatat. Nëse nuk përparohet në këto çështje, procesi pezullohet, madje mund të kthehet dhe mbrapsh. Pra të mbyllen negociatat dhe kthehesh edhe hapa mbrapa. Qëndrimet e qarta të vendeve anëtare, si Gjermania, ku ka pas një sër vizitash për të përçuar këtë mesazh, duke nisur nga ministri i jashtëm Vadeful, ministri për Europën dhe një sër deputetësh, të bëra publike edhe nga takime tjera që këto ditë kryetari i Partisë Demokratike është në 50 vjetorin e EPP-s në Bruksel, ku ka zhvilluar një sër takimesh, deputet tanë gjithashtu janë në Berlin. Pra, qëndrimet janë shumë të qarta që kjo gjendje nuk pranohet më. Kjo sinergji e protestave të brendshme, skandaleve dhe e një qëndrimi të ri ndërkombëtar do japin fryte. Çfarë kërkohet është që qytetarët të dalin dhe të dëgjohet zëri i tyre, se proceset nuk ndodhin me shpejtësinë e dritës, kërkojnë kohë, duhet të kemi durim, aq më tepër kur në botë ka luftra, nuk mund të jetë vëmendja 100% si në një kohë normale, por zhvillimet po ndodhin dhe në pak muaj kemi parë një ndryshim shumë të madh.